Ndje me i diskutu disa gjana që është e vështirë pak më diskutu, jenë çështje shumë jashtëzakonisht ndihshme. Këtu nuk muj me fajsu, po kisha dashur me kthy pyetjen çka po bëjmë na për gjithë këtë lloj katrahure që kanjherë na ka plënë. Mendoj që kjo fillon familje. Familja do të me qenë ajo shtylla kryesore e një individi ku familja do të me ta mësu empatin, me ta mësu përgjegjësinë, duke fillu prej fëmijë. Te na shohim plot prind që djemve ju blejnë sa janë fëmijë 2-3 vjet, 5 vjet, ju blejnë fëmijëve lodra që janë si revole. Derisa kjo ndryshon, nuk mendoj që do të masani me kalu dikon tjetër problemi, se gjithmonë shkojmë të e fajsu dikon tjetër, po kur nuk e bojmë pyetjen çka po bojmë na me largu një të keqe. Masani është institucionet e ndryshme, kemi edhe objekte fetare, që muj me shku edhe gjithë me bo ma të mirën prej neve, me dialog, më mësu me dialog me imi zgjedh gjanat, jo me dhunë. Dhuna nuk vjen brenda natës, ajo mbillet me vite, është historia ajo që na ka tregu që asnjë problem që ka ardhur deri te dhuna nuk ka ndodhur brenda natës, nuk ka ndodhur, edhe pak jemi edhe si popull emocional, po kjo dhunë, kjo gjendje nuk vjen brenda natës. Përmendje edhe hoxha që ne jemi popull musliman, po sikur fjalët e para të Kuranit janë lexo dhe studio. Sikur i kena na shkalu këto, edhe po dalim, po flasim për diploma, po flasim për famë, po flasim krejt për diçka tjetër, e nuk po flasim për përgjegjësinë që e kena si njerëz. Derisa na nuk flasim edhe nuk e edukojmë fëmin si familja, shkolla, edhe institucione tjera, individin nuk e mësojnë se çka është përgjegjësia, çka është empatia, edhe problemet që zgjidhen me dialog, jo me dhunë, atëherë nuk zi që kena me shku për para. Mirë, zoti Sumiqe. Faleminderit. Në fillimisht duhet të kemi parasysh